Territori shqiptar për datën 14 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe dominim të diellit në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me mot të kthjellët në të gjitha zonat, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta kalimtare, kryesisht në zonat qendrore dhe jugore pa rreshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 6 orë diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit her pas here deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 14 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët deri mesatar rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 14 dhjetor do të jetë në orën 6:52 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 7 deri në 14 gradë Celsius. Kukës 4 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 14 gradë Celsius. Bera 8 deri në 14 gradë Celsius. Korçë 2 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë 10 deri në 16 gradë Celsius.